Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 duket se po lind një tjetër raport I veçantë. Edi dhe Dolce, të cilët prej ditësh kanë tërhequr vëmendjen e publikut me afrimitetin e tyre, mbrëm u shfaqën sërish shumë pranë njëri tjetrit. Dyshja shijuan një moment të qetë emocional gjatë performancës live të këngëtarit Kushtrim Kelani, I cili solli në shtëpi hitin e Sinan Vllasaliut Plagët e Lirisë, ndërsa kënga krijoi një atmosferë intime dhe nostalgjike. Dolce duke I më relaksuar se kur në krahët e Edit. Të qeshurat e saj nuk ndaleshin, ndërsa Edi dukej se shijonte çdo sekond të kësaj afërsie, duke I dhënë edhe më shumë shkasta shethemeve brenda dhe jashtë shtëpisë. Banorët I kanë vënë re afrimet e tyre të shpeshta, por të dy duket se e shijojnë këtë raport pa shumë zhurmë, ndërsa publiku vazhdon të spekulojë nëse kemi të bëjmë me një miqësi të fortë apo diçka që mund të marrë tjetër drejtim me kalimin e ditëve. Në çdo rast, Edi dhe Dolce janë kthyer në një nga dinamikat më të ndjekura të këtij sezoni. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.